në një punishte ku me plot kuptimin e fjalës bëhet art. Poqeria është një nga pasionet që Arvidi ka. Përshëndetje Arvid dhe kënaqësi që vim e gjejmë në këtë punishte ku Balta kthehet në një art të vërtet. Faleminderit, mirë se erdhët. Është kënaqësi të vim të vizitojmë. Momentin e parë që vjen këtu të bëj shumë përshtypje të gjitha këta dekorimet apo zbukurimet të cilat dojnë pak edhe le të themi kreativitet për t'i ndërtuar. Prej sa vitesh e ushtron këtë profesion? Një dekadë do thoja, 11 vjet, diçka e tillë. 11 vjet. Po. Një punë që e bën me pasion edhe sot. Sigurisht. Janë më gjallë. Ka kërkesë për punimet handmade, le të themi që bëhen me dorë, që kanë kreativitet, që kanë është ndryshe nga diçka që shohim masivitet? Ka dhe fakti që po shtohen studio nga vitin vit si puna ime. Unë besoj kam qenë në ato të parë në moshën time, sepse moshë më të madhe sigurisht që ka pas. Po fakti që shtohen nga 2-3 studio për çdo vit, sigurisht që ka. Edhe për mua ka interes. Funksionoj më shumë me filxhana, pjata, gjëra redimit për shtëpia, lampadar, çdo gjë që ka lidhje me artin, skulptura, fasada murale, çdo gjë që është me ceramikë dhe porcelan. Sa kohë të merr një punim, apo në varësi të asaj që do realizosh? Merr kohë, ka kohën e vet teknike, por është një punë që nuk kërkan lodhje stërmundim fizik, po don thjesht durim që ti rish gjysmë kokë edhe ka të procesin e vet teknik, tharja, pjekja, dekorimi, glazurimi, rifutja në furr. Ka shumë procese, por edhe pjesa kreative jotja duhet të jetë tepër zhvilluar apo punon në varësi të asaj çfarë klienti ju kërkon? Kur kërkojnë klientët pastaj diçka të personalizuar, të dizajnuar nga fillimi, ajo sigurisht që kërkon shumë impenjim, më shumë mund dhe don i çik experience që të arrish atë që të pëlqejë edhe klientit, po që të pëlqejë edhe ty. Që të gjesh të mesme, që mesin të dy të kënaqur. Nga fillon procesi, nëse do ishim sot ndihmësi jot, nga se fillon procesi i punës? Aja tek argjila tek balta është përpunimi i baltës. Në momentin që vjen pakoja, do të miksu në mënyrë që të bëhet sa më uniform, që të punosh në torno elektrike lehtësisht. E kemi pa edhe në filma, por edhe pjesa e përdorimit të baltës. Është edhe pak relaksuese apo duhet sikur futa në botën tënde dhe së fundmi madje po përdoret shumë si antistres. Të gjithë njerëzit kur e shohin mua duke punuar, thonë sa lezetshëm, sa antistres, sa mund ta provoj edhe herën. Edhe pastaj kur ulen ta provojnë, thonë ua sa vështirë, çka ta bësh vetë, ndërkohë kur ta shef duke bërë ti, duket shumë e lehtë. Nuk është edhe aq e lehtë. Nuk është fare e lehtë për momentin që po mëson, po momentin që mëson pastaj bëhet super e lehtë. Thjesht kërkon ca kohë që ta perfeksionosh. Në momentin kur e perfeksionon, s'ka më asnjë. Arvid, ne kemi dëshirën fakt ta shohim pak edhe si proces pune, me diçka të vogël ndoshta nga ato që prodhon ti, për ta pa edhe se si funksionon. Me kënaqësi. Ky është baza, habitati im këtu krijohet gjithçka, kjo quhet torno elektrike, qark, në gjuhë popullore. Edhe pasi që kemi përpunu baltën, tani po bëjmë një filxhan kafet. Pesha e duhur për të bërë një filxhan kafet është diku tek 150-160 gram. Edhe aja kryesorja që don i çik kohë për të perfeksionuar është të qëndërsohet, të futet në qendër kjo balta. Pasi që mundohesh ta futësh në qendër, kjo pjesa kur shikohet kështu që është e lehtë, nuk është edhe aq e lehtë. Po, kjo pjesa gjithë shkenca është për ta futur në qendër këtë gjë, që mos të ketë valzime kur sjellet, mos të ketë ndryshim formë, të jetë sa më rrethore. Nëse si shikojnë ti ke përgatitur disa prej tyre, do mundohemi të nxjerrim në formën e tillë. Po, sapo janë bërë ato? Sapo janë bërë. Po, në proces tharet e sipër, edhe ndërkohë po vazhdojmë me prodhimin. Një gotë mund të kërkojnë rreth 3 deri në 4 minuta, një pjatë mund të kërkojnë 10 deri në 15 minuta që të realizohet. Këtu në qark. Veç pjesa e qarkut. Pasi që kemi futur në qendër, do të hapim një vrim. Pastaj do të shkojmë deri në
tavanin e Prekjen dyshemen e gotës, 5 mm po prek fundin e pllakës, në mënyrë që të ketë një farë spresorit aty në fund. Bëjmë hapjen, edhe pastaj fillojmë direkt me ngritjen. Tani kjo puna që po bën, të josh në fakt ta provosh. Po, ai i zoti ta bësh. Kështu që ti jepi pak atë formën, do doja direkt ta provoja pak edhe unë të jepja kontribut në filxhanin sigurisht që do ndërtojmë. Ja. Gota është e jotja. Tani kjo është, besoj, forma që... Po, aja që u dha. Si vazë, si gotë, si abazhur, si çdo gjë, do të marrin këtë formë. Pastaj fillon një formë. Ty të duhen 2-3 minuta, besoj do më duhet edhe më shumë. Tani mendimin e Arvidit, besoj do mundohem të jap një lloj forme, pavarësisht se nuk është aq e lehtë. Si fillim duhet bëj durt me ujë, Arvid? Pikërisht. Më shkon herë kështu si... Perfekt, rrin kështu, sikur ke edhe gjë duhet, pozicionin e kam të mirë atje. Pak besoj, jo shumë. Po, i çik. Mund të hedhësh edhe me kështu. Që ta bësh edhe me sfëngjë. Duke u sjell. Mos i hodha shumë, jo. Perfekt, s'ka problem. Do të thonë, ky është gazi i kësaj që po thon. Po. A ta provojmë? Shtype gazin për lart kështu. Për lart, e ka kështu. Si gazi i makinës. Si fillimisht marrë me 2 dur kështu që të mundohesh me fut në qendër. Bravo. Ta ndjesh herë si fill. Jemi çik më shumë speci? Atë. Kjo është specia normale që bëhet filxhan. Ti në ndjesi. Po, patjetër, që ka shumë relaksuese në fakt. Pavarësisht se shumicën e formës ja ke dhënë ti. Po. Tani ideja që kjo s'duhet dalë me forma shregullta? Po. Pra ne duhet jetë në qendër. Po, kjo është kryesorja. Nëse ti pastaj do ta bësh asimetrike, do të ndërhysh pasi që ta heqësh nga çarku. Po nëse duhet ta mbledhemi vjetin ngushtosh duart. Po. Po edhe instinktivisht po të ndjekësh ca instinkte, mund të arrish dikun. Po don ca direktiva. Për shembull, për të hap, thjesht mund të fusësh gishtin kështu dhe hapet. Edhe hapet vet. Po. Do një delikatesë, do delikatesë, do të gjitha nga pak. Don mjeshtri, don fakt nëse saktësi, don. Nëse do e zgjeroj pak, duket sikur merr formën e filxhanit. Po. Filxhani tradicional, mund të thoj. Klasik. Lëndën bazë, ku e merrni, Arvid? Lëndën bazë kemi marrë në Itali, tash marrim në Greqi dhe së shpejti do marrim në Spaj, sepse aty është ajo që kualiteti që kërkojon. Ka kosto? Kosto ka shumë. Kur interesojnë njerëzit se sa kushton argjila që duket si balë të fundit, ka shumë kosto. Mirë po kur nxjerr produktin, kostoja duket shumë e vogël krahasim me produktin që përfundimtar që do shesësh. Tani nëse ne do marrim këtë formë për ta nxjerrë nga kjo si duhet veproj? Do marrësh këtë formë ti. Po, këtë formë. Okej, supozojmë që do marrësh këtë formë, ti me këtë telin. Me këtë do e pret, e ndalon çarkun më përpara. E ndalon. Jepi. Super. Po thuaj. Tashi, këtë pastroni çik duart që të mos të jenë të rrëshitshme. Pasi pastron duhen dur të thata për ta nxjerrë. Po. Për tharje atëherë. Po. Edhe disa nga pjesët që duhen, besoj edhe për të baza është gjypëra, spatula, këto janë për trimming, për të tornuar, si të thush, baltën kur thahet pjesën e poshtë. Po edhe për të dhënë formën ndoshta. Po, për të dhënë ato dizajn. Mund të modelosh, po. Po si fillim jemi të ajo bazike. Po. Kështu që duhet tha duart pak besoj. Po. Edhe për ta nxjerrë. Me 2 dur, kape kështu, bravo. Kape fundin një herë më përpara, bravo. Shumë delikate mo. Kape kështu me 2 dur. Super. Tashi, kjo është edhe krijesa e baltës që ne bëm për sot. Si fillim jam mirë. Super. Kjo do i kohë të gjatë për të thënë. Po. Do thonë, në verë kërkon 1 ditë, në dimër kërkon 21 ditë. Në tharje natyrale. Pastaj mund të përshpejtohet me ndonjë tharëse që thatë çik më shpejt. Si fillim, më duket mirë. Mund të marrë si ndihmë në vazhdimsi. Not kaluese. Not kaluese. Tani pasi kemi marrë pjesën e parë, le të themi të baltosjes, që këtu merr edhe ndoshta pjesa më e vështirë për sa i përket vështirësisë. Tani fillon pas procedurës së tharjes, se këtu shohim shumë gjëra të bukura. Po. Cila është rruga tjetër? Këto produkte që shef këtu, pothuajse 90% janë të përfunduara totalisht.
Balta pasi që thahet plotësisht, futet në furrë për 24 orë, ka procesin e pjekjes që arrin në 970 gradë. Kur del nga furra quhet produkti biskot dhe ti mund të aplikosh ngjyra, glazura, dekor. Edhe në fund veshit me një kristalin që quhet qelçi bluar në gjuhë më të kuptueshme, edhe rifutet në furrë, por në temperaturë më të lartë. Kur jemi në low fire në temperatura të vogla, shkojmë tek 1070 gradë, kur shkojmë në high fire në pjekje temperatura të larta, mund të shkojmë deri 1300 gradë, ku quhet materiali gres, porcelan ose keramik i gresifikuar. Procesit parë, do i drejtohemi furrës. Pasi që thatë 100% produkti, do fusim tek furrat. Të që jeni me fat që keni ardhur tash ndimër, se po të vini në verë sauna, se këtu është super nxehtë, shkon temperatura deri 50 gradë të dhoma, ndërsa këtu brenda në furrë 1300 gradë. Po, duni temperaturë të madhe që të sigurisht, që të pjeket, quhet produkti biskot, sa më i fortë, sa më shumë që pjeket, aq më i fortë bëhet, aq më rezistencë ndaj ciflosjeve për plasje. Pikërisht tash nuk e hapim dot furrën sepse është 500 gradë, koha perfekte për ta hapur është 100 gradë, por ju tregoj një produkt që ka dalë dje nga furra. Është produkt biskot i pjekur në 1200 gradë. Goxha rezistencë dhe i fortë. Po ta shikoni, ka edhe ca pikla të vogla që i ka vetë balta të integruara brenda. Tani kësaj çfarë do japim? Tashi, në këtë fazë, kur është ky produkti biskot, ne do e glazurojmë për brenda, do hedhim ngjyrën për brenda, edhe pastaj quhet produkti i përfunduar, si mund të jetë këtu për shembull. Produkti i përfunduar i dhën shkëlqimi dhe është gati për përdorim, është funksionale. Në këtë rast do bëjmë një dhuratë për emisionin. Në kohë reale do e shkruajmë si fillim me laps. Tani këtu të ndihmon edhe shkollat, të cilën ti ke marrë për pikturë. Po. Që duhet t'i japesh një lloj dizajni. Po. Pasi që e shohim është kaligrafia shkrimit mirë, kompozimit në gotë arrin apo s'rrin mirë, pastaj fillojmë me procesin e glazurimit, dekorit, që janë këto bojret këtu. Arvit, këtu të punishtja jote shohim disa lloj formash të ndryshme, le të themi, nga abstrakte deri te ato të mirë kuruar. Ku e gjen frymëzimin për t'i ndërtuar ose për t'i realizuar këta? Po, periudhat ndryshme, në gjërat ndryshme kohët e fundit, po gjej frymëzimin tek natyra, kur është pjesa e vjeshtës dhe dimrit, natyra merr ca ngjyra që ato ngjyra unë kap detaje dhe i aplikoj tek glazura, tek ngjyra e produktit, domethënë. Mundohem që të jetë sa më organike, që të përshtatet me ambientin e me natyrën, me çdo gjë, të rinë harmoni me çdo gjë. Por edhe një mundësi e mirë ndoshta është edhe interneti tani që shikon në të gjithë botën çfarë ndërtimesh mund bësh edhe. Po, mund të merresh një ngacmim, një indicie dhe pastaj ti mund ta zhvillosh në atë gjën tënde si do ta bësh ti. Pasi që kemi marrë punë me dekorimin e gotës, është momenti që ta fusim në kristalin. Kjo është ajo që i jep shkëlqimin gotës. Edhe mënyra e aplikimit është kjo që bëhet më parë pjesa e brendshme. E lejmë rreth 5 deri maksimumi 10 sekonda, në mënyrë që terakota të thisi sa më mirë, që lidhen sa më mirë kristalina me terakotën. Pasi që numërojmë deri në 10 moment, bëjmë pjesën e derdhjes
Për momentin e kemi glazuar veç për brenda, tani bëjmë edhe pjesën e jashtme, ku si fillim zhysim pjesën e poshtme, pastaj, pasi që thahet, kjo, nuk kërkan shumë kohë, produkti është gati për të fut në fornë dhe në momentin që do jeti përfunduar, do jetë si ajo gota aty që po jo tregon tani. Kjo do procedurën e vet për të ardhur, duke qenë se jemi në prag festash. Shikoni. Kështu do jetë forma përfundimtare. E shkëlqyeshme dhe e dekoruar. Pikërisht. Po për të ardhur kjo duhet edhe furra. Që duhet kaloj proces furra. Fiks. Po kur shikojmë kështu të ndryshme porositë për klientat. Po. Kështu që me qemi në prag festash, pas ke zgjedhur edhe dorën e Grange-it. Grange-it, po. Për të realizuar. Janë të vështira realizime të tilla? Të marrin kohë? Me thënë drejtën, kur janë në seri edhe i njëjti imazh të lodhen, kurse kur janë të ndryshme imazhet që do bësh, t'japin kënaqësi, përkundrazi t'japin kënaqësi duke punuar, kështu që s'është fare. Nëse një klient për shembull të kërkon 20 nga këto filxhan, është të vështirë ti bësh si fabrika 20 copë të tillë? Po, forme nuk është e vështirë, sa është e vështirë dekori. Dekori kërkon goxha impenjim, që të arrihet, që të dalin gjitha isoj ose që të dalin gjitha potencën e ngjyrës që kërkon vetë. Duke qenë se ti nuk je fabrik, je një person që i bën... Po, kemi pak më të limituar. Tani, për ta marrë filxhanin në kohë reale, ne na duhet edhe pak punë për ta pritur. 24 orë kohë. 24 orë kohë. Kështu që do vim ta marrim një ditë tjetër, besoj. Apo jo? Do jo sjellun me kënaqësi. Arvid, në gjithë të proces pune, besoj ti ke pas nevojë edhe për dikë tjetër që të mbështesë. Po, sigurisht. Kjo s'është vetëm punë që mund ta mbarosh vetëm. Sigurisht. Kërkesat për t'i realizuar kërkesat, të duhet edhe krapuntori. Ka qenë e vështirë për të pas bashkëpunime dhe si ja ke bë? E vështirë ka qenë, po më ka lind nevoja për ndihmë patjetër, sepse kur rritet kërkesa, veç bashkimi bën fuqinë dhe mund t'ia dalësh të arrish në kohë që të bësh gjitha porosinë në kohë reale. Edhe kemi 3 veta staf që merren me procese të ndryshme, dikush merret me modelim, skulpturë, dikush merret me glazurë, dikush merret me furrën, edhe shpërndahet në mënyrë homogjene çdo gjë. Sot në punishte 90 njerëz prej tyre, të cilin do kemi mundësi edhe për ta njohur dhe për ta treguar diçka më shumë rreth punës së tij. Apo jo? Jemi këtu me Aldin, si që thamë, për të na treguar, Aldi, ti si u bërë pjesë e punishës, ose cila ishte pasioni jote që të lidhi? Unë klevat nga emigrimi para 9 muajve dhe kam qenë gjithë kohës kontakt me pikturën, edhe pse s'kam mbaru për pikturë. Në fakt kam qenë gjithë kohës kontakt edhe kur atu ke Ari, më tërhoqi pjesa e punës që bote me këtë pjesën e qeramikës, e thash lidhe me pikturën, tash është fiks për mua. Edhe bona gati 9 muaj që po punoj tash këtu. Ndihem shumë rahat, është punë që nuk shkon vjen me qef punë, nuk shkon që me zgjedhje merret të punë për ta bërë. Tu po gati 9 muaj, nga 9 muaj, 6 muaj të fundit tash kam kaluar një fazë tjetër, fillim isha çik më fillestar, tash 6 muaj të fundit jam në pjesën që mbasi bëhet forma e qeramikës, diçkaje, un jam pastaj ke pjesa e glazurës dhe pastaj kujdesja e produktit deri në fund procesit. Këtu shumica e punimeve janë të porositur dhe nuk janë në punishtë, sigurisht, sepse klientët i marrin i porosisin dhe i marrin. Tani cila është puna juaj më e fundit që ju kanë kërkuar klientët? Kjo ishte kjo kërpudha që normalisht i bie shërben për ambazhur. Do ketë një rreth që bën sektori tjetër, është një person tjetër që merret vetëm me pjesën e ambazhurit, ai do ketë një rreth rrumbullak se bazës këtu me dritë nga poshtë për sipër. Që t'i jepet ideja se hijes kërpudhës nga poshtë. Është punë voluminoze për të realizuar një këpurt? Po, është diçka. Po, është voluminoze sepse ka masë në krahasim me çajan pjata filxhan që janë gjëra më të vogla. Do të thonë komplet. Shohim që kemi edhe një mask, njeriu. Po. Kjo është masë një femre. Këtë kemi pas edhe kemi edhe në statuj, në kokë edhe kemi bërë edhe në mask. Kallupi për t'i ndërtuar është i vështirë?
Po, është vështirë sepse pa atë nuk mund të bësh një tjetër, po që duhet është nevojshëm sepse nëse do dosh një kopje tjetër, ti e ke kallupin dhe mund ta shtosh një kopje tjetër. Procedura jote e punës të fillon me dizajnin, me dizajnin, me pikturën, me ngjyrosin, glazurën e produktit, si ka çfarë mund të jetë. Pikërisht edhe këta dy abazhura janë po, edhe këto dy janë përfunduar, vetëm thjesht presim burrin fjalë që merret me pjesën të përfundimit të abazhurit. Ne kemi bën punën tonë, kjo është një masë më e madhe se ajo tjetra, kurse piktura është gati njësoj. Është diçka e lezetshme. Andi janë të shumta punët që porosisin klientët. Cila ka qenë një nga ata punime që të ka pëlqyer apo të ka impresionuar? Porositë ndryshme, duke filluar nga gota fixhana deri te gjërat që mund të jenë abstrakte. Po për shembull, mund të kemi edhe tek këtu që është diçka komplet e veçantë. Kjo është një Kjo nuk do as qark. Jo, kjo nuk do qark. Qarku është e pejse që e bën diçka sferike me fjalë. Kjo është diçka korali deti dhe këtë mund ta bësh në shtëpi për shembull, pa pas makineri, thjesht baltën edhe kreativitetin tonë në kokë. Domethënë, ajo çfarë bën sy është rëndesa që ka. Edhe pesha, po ajo është. Dhe kjo s'ka nevojë për qark, vetëm thjesht balt. Po, vetëm baltën, mendën tjetër. Dhe shkëlqimi që s'don, besoj. Atë që ketin mendën. Po duhet edhe furra, besoj. Furra pastaj është e fundit që duhet pjek, patë nuk mund të bëhet asgjë gjë. Domethënë, po ta shikosh një punë e jashtëzakonshme dhe një korali i ndërtuar, po, me shumë dashuri duket. Po. Të merr shumë punë për të ndërtuar një gjë të tillë? Varet nëse për të parë për shembull si koral, ndoshta edhe të merr, pasi nëse ti mësohesh me këtë lloj stili për shembull, ndoshta ke edhe më kollaj. Varësisht si është gjendja jote emocionale ose si mund ndihesh ti atë ditë. Domethënë ka të bëjë shumë edhe gjendja emocionale. Çdo pjesë e arit ndodh kjo. Alti më thuaj, ka një interes nga shqiptarët për të bërë produkte të tilla? Ka, si nuk ka. Thjesht është një nivel tjetër më i lartë i shoqërisë që ka çik ekonomi, sepse çik këto gjëra kushtojnë pak në tregun e përditshëm. Është një pjesë më kryesore janë ato që kanë lidhje pak me artin, po dhe një pjesë që janë pak të majmë nga ekonomia që bëjnë të lloj porosish. Po besoj edhe për dhurata mund t'i përdorësh shumë mirë. Patjetër. Në çdo lloj pjesë të vitit, si në rast festa, si në rast ditëlindje, në çdo lloj rasti nga më të përdorat për dhurata. Sepse duke qenë se e ndërton sipas shijes dhe dëshirës së personit. Po, si ka procedurë me emra, duan ndonjë logo, duan ndonjë stem tjetër, ndonjë simbol që mund të transformojë diçka që ajo që kanë ato në mendje. Domethënë po pëlqejët handmade, po thjesht kërkesat ndoshta handmade ka kohë që pëlqejet, nuk është se është fetashi si punë, si profesion. Tash shikoj të fundit bile s'poshtohet edhe më shumë, sepse njerëzit janë dalin nga ajo tregu, nga ajo rutina e përditshme për të parë diçka më unike, më specializuar për atë përshtatjen që ato kanë në mendjen e tyre. Aldi, unë të përshëndes dhe ishte kënaqësi që isha në punishten tuaj. Shumë faleminderit edhe juve. Dhe shpresoj që edhe juve t'ju ketë pëlqyer dhe pse jo në një indicje për ta përdorur baltën për t'i dhënë një lloj forme dhe ta keni si dekor në shtëpitë tua. Ju përshëndes.